parashikohet që brenda 1 minute janë goditur të gjitha dhe të bën përshtypje veprimi i shërbimit të fshehtë izraelito-amerikan që kanë arritur të përcaktojnë edhe vendin se ku do të ulet Khamenei për të siguruar goditje të garantuar. Tradhti nga brenda se Më fal? Një tradhti nga brenda i ka çuar deri aty, se si radhën e parë që i kapën gjumë edhe nëpërmjet telefonave. Kjo ka funksionuar se shërbimet e fshehta nuk punojnë në një moment, në një ditë të vetme. Ato punojnë 365 ditë në vazhdimsi, përgatiten dhe në moment të caktuar kur i kërkohet ai jep rezultat. Kështu që këto nuk mund të bëhen sa hapen mbyll syt, siç edhe strukturat ushtarake, edhe ato që godasin, vazhdojnë gjatë gjithë kohës, përgatiten, trajnohen dhe jam i bindur që ky lloj operacioni luftarak apo lufte të paktën ka mbi 6 muaj që vazhdon të përgatitet për të finalizuar në këtë formë, sepse sado profesionist që ti jesh, është e pamundur që të mund të veprosh pa marrë së pari informacionin. Pra syri dhe veshi i atij që do të përgatisur për goditur duhet të jetë atje në terren, sepse situata atje ndryshon sa hapen mbyll syt në të qindën e sekondës dhe ti e humbet objektivin nëse nuk ke informatorin dhe sot fal edhe teknologjisë bashkohore në të qindën e sekondës vjen dhe dërgohet informacioni për të reaguar dhe vepruar në mënyrën e duhur e për të mos dështuar, se në një farë mënyrë është edhe dështim dhe askush nuk do ta pranonte me kënaqësi apo me dëshirë dështimin në raste të tilla. Gjithsesi, kjo situatë me Iranin është nga më të komplikuarat që kanë ndodhur ndonjëherë, do thosha, për shumë faktor e arsye, për vetë popullsinë e madhe, për vetë ndikimin e këtij regjimi tek qytetarët e vet, për vetë territorin dhe terrenin, për vetë ndikimin tek territori dhe terreni, pse SBA-ja me Izraelin hezitojnë që të futen këmbësorish pra në rrugë toksore, po kemi goditje nga lart edhe tërheqje. Luftrat në për zonat e banuara kanë qenë, janë dhe do të mbeten pavarësisht teknologjisë pikat më kritike të zhvillimit edhe të patës sukses të saj. Në këto kushte është edhe një mësim i madh që kanë marrë amerikanët dhe do thosha gjithë bota në luftën e gjatë amerikano-vietnameze. Pra, terreni është ai që aty ku pretendon se e njeh, por nuk mund ta njohësh siç e njeh vendasi. Pra ai e njeh me gur, me shkëmb, me çdo gjë, e njeh dhe e ka në plot të dorës dhe ditë veproj, si i themin edhe çorrazi. Kurse një tjetër që vetën në një terren të panjohur, pavarësisht teknologjisë që ka, është e pamundur që ai të jetë i mësuar, i ambientuar. Dhe jam i bindur që çdo pjesë ku vën këmbën ushtari në një territor të huaj, është e frikshme, e pasigurt dhe në çdo moment mund të bëhet varëmise për të. Kjo është situata, por marrë dhe parë edhe pjesën gjeografike të shtrirjes së vendosjes në një sipërfaqe jashtëzakonisht të madhe, sepse është Irani si sipërfaqe nuk e di si kilometra, por mendoj se është sa 3 shtete më të mëdha të Evropës marrë së bashku. Dhe Komsia po ashtu. Dhe shtrirja në përmale kodrinore është tepër e vështirë për të reaguar. Komsia po ashtu, po ky është momenti ndoshta që Izraeli mund ngrejë edhe kurdët aty, që mundet të kërkojnë shkëputjen. Apo është edhe ky moment kurdët jam i bindur që e mezi presin raste të tilla, por nuk mendoj se janë në pozitë të favorshme për ta bërë një gjë të tillë, sepse nuk ka vetëm në Iran, kurd ka edhe në Siri, por nuk arritën dot të realizonin një gjë të tillë. Mendoj se këtu luan rol edhe pjesa e mbështetjes së Turqisë, pasi edhe Turqia nuk e do një gjë të tillë dhe nuk besoj se do të kenë mundësi për të realizuar edhe ata. Gjithsesi, thirrja e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trumpi, është ajo ndihma që ne kemi dëgjuar që vazhdoni protestat se ndihma amerikane është nisur, do të vijë, kjo është konkretisht ekzekutimi dhe realizimi i ndihmës amerikano-izraelite për të dhënë mundësinë qytetarëve të pakënaqur dhe natyrisht ka shumë në Iran, për arsye
të sanksioneve ndërkombëtare që e kanë lodh Iranin, që e kanë detyruar së gjunjëzuar, do thosha, gati ekonomikisht, jam i bindur që ata sa po të kryhet mundësia, do të reagojnë dhe vetmja mënyrë për të realizuar shembjen dhe rënien e këtij regjimi janë forcat e brendshme opozitare, reagimi masiv popullor dhe krijimi një qeverie teknike, siç drejtuesja ose presidentja e zgjedhur e forcës që është e vendosur në Francë, Maja ose djali ka pretenduar dhe djali Shau tani, edhe ai kërkon rikthimin. Edhe ata të dy palët kërkojnë, bides këto nga Franca kanë bërë një takim urgjent, kanë shpallur edhe një program me 10 pika dhe mënyrën se si këto do të realizohen nëpërmjet krijimit të një qeverie teknike 6 mujore, të ndryshoj kushtetutën dhe të krijoj kushtet për të realizuar zgjedhje të lira dhe demokratike, ku të marrin pjesë të gjithë. Dhe një nga pikat kryesore që më bëri përshtypje dhe për mua kjo do të ishte më e veçanta, ndarja e shtetit nga feja. Dhe detyrimisht, por do të ndryshoj kushtetuta, dhe detyrimisht pastaj me zgjedhje të tjera demokratike, populli të vendosë se nga kush duan ata të qeverisen. Pra për ta mbyllur general, nuk besoni që do vinë momenti që Shtetet e Bashkuara të përdorin dhe ndërtecet përthamore që i kanë afruar andej? Që ti përdor nuk do vi momenti, por element presioni është, dhe detyrimisht kushdo që e ka këtë element presioni dhe mjetet që ka do t'i përdor për të shkuar jo në pafundësi të goditjeve, por në kohë të kufizuar dhe pas saj për të realizuar uljen në tavolinë e bisedimeve, për të realizuar qëllimet e veta që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kanë. Dhe ai dha të qartë edhe nëpërmjet pyetjes që i bën gazetarët, ne tha vërtet mund të largohemi dhe ka një kufi, por nëse sistemi dhe regjimi atje nuk bie dhe nuk ndryshon, edhe ata do të merren me programin bërthamor sa po pas 6 muajsh të marrin veten, ne do të jemi përsëri aty. Dhe detyrimisht që kjo më qartë se kaq nuk ka se si të thuhet për ata që duan ta kuptojnë. Pra, Amerika nuk do për veten e vet, por edhe për botën që programi bërthamor në Iran të avancojë për të patur një armatim bërthamor siç e kanë në 9 vendet e tjera. Nëse futemi pastaj në konventa ndërkombëtare dhe të drejtën që me të drejtë pse ti e ke dhe unë se kam, pse ty të lejo dhe mu jo. Këto pastaj janë diskutime relativisht të gjata, por që nëse unë do pyetesha do thosha që mirë do ishte të krijosh një moratorium veçanërisht për armatimin bërthamor, për vajtjen drejt asgjësimit dhe të atyre që i kanë, sepse çdo vend po shikohet që e ka dhe kërkon ta ketë si një element garancie shtesë. Ju e preket pak më lart general Rusin dhe Kinën në këtë rast. Ju është shkëputur dhe një krah pas Venezuelës edhe Irani, goditje forte edhe për aleancën e tyre. Normalisht që është goditje fort, por që ata ju është ngushtuar një pak rrezja e veprimit, nuk e kanë më aq sa ata do dëshironin, pasi kishin shkuar mendojmë shumë larg krahasuar me distancat dhe interesat strategjike madhore që kanë. Pra, Izraeli është në rajon dhe Izraeli tashmë dihet që është vendosur në vitin 47 aty me mbështetjen amerikane dhe vazhdon të qëndrojë me mbështetjen e pakursyr të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në këto kushte, interesat strategjike më shumë se preken të Izraelit, e nëpërmjet saj dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk preken të Kinës, marrë në çdo aspekt geostrategjik. Kështu që jam i bindur që secili shtet i fuqishëm kërkon të mbajë rrezikun sa më larg të jetë mundur. Dhe kjo sa më larg të jetë mundur, detyrimisht që secili kërkon të shtrihet sa më shumë, por që shtrihet deri në ato momente që jo si në demokraci që liritë dhe drejtet e mia shtrihen aq gjatë sa nuk cënojnë tuhet, kurse këtu shtrihen aq gjatë sa nuk ka reagim nga pala përballë. Kur të ketë reagim dhe veprim konkret luftarak, atëherë detyrimisht që janë të detyruar të stopojnë ose të tërhiqen.
General, të falenderoj shumë për shpjegimet, për analizën tuaj, për zbërthimin e kësaj çështje, për ta bërë sa më të kuptueshme edhe këtu tek ne. Faleminderit juve.